Rreshjet e vazhdueshme të shiut kanë shkaktuar probleme në disa akse rrugore të qytetit të Shkodrës. Në disa zona janë krijuar vatra me ujë, duke vështirësuar qarkullimin normal. Më rënduar paraqitet situata në rrugët Marie Shlaku, Komane dhe Selim Gjerezi, ku drejtuesit e mjeteve dhe fëmijët e shkollës po përballen me pengesa në lëvizje. Rreshjet e shiut të nisura prej ditësh në territorin e Bashkisë së Shkodrës kanë krijuar problematika në disa prej rrugëve në qytet. Sipas banorëve, prezenca e ujit në rrugë ka krijuar vështirësi në qarkullim, sidomos për fëmijët që shkojnë në shkollë. Nishto ashtu e në ujë si është ora trenit, gjithë ku një ke rrugat nishto. Tash 24 vjet. Detyron edhe me hjek pucët, mos me pas qizme. Po një është normal mos të shtjesena. Normal se ata do të shkojnë në shkolla, detyron familjet në nështë mi morën në shtëpi. Peshi një vetë rrugën se si është, fëmija, në rritë fëmija i ka kaluar faza për me i qua me i prunë shkollëve, dikush më bëllë shqetsu se i ka. Pakten zhavër më në qitë, ma që asfalt s'pe bojnë. Autoritetet vendore janë në terren për të monitoruar situatën dhe për të ndërhyrë aty ku është e nevojshme, ndërsa qytetarët këshillohen të shmangin lëvizjet e panevojshme dhe të trebojnë kujdes të shtuar deri në përmirësimin e kusteve atmosferike.